Një grua kishte sukses në punën e saj. Fitoi nam, veta, familja, por vendasit filluan të bëjnë zili. Si ka mundësi që ajo? Kujtoj se Mufti Menk përmend, zilia është si tymi, e arson syrin, e zbesh shpirtin. Në vend që të kthehej ndaj urrejtjes ose hakmarrjes, gruaja u lut: O Zot, shpiro mëshirën tënde, më ndihmo që ta përdor këtë për lavdërim tëndin, jo për vete, dhe vazhdoj me përkushtim. Kur ndihmonte të tjerat, kur jepte nga kohë e burimet, zemra e saj ndjeu paqe. Përfundimisht, njerëzit që më parë ndjenin zili filluan të thonë: Salum ajo që po e përdor bekimin për të tjerë. Mufti Menk thot, zilia nuk ndërton askënd, por mirësia ndërtuar në vepra të vogla dhe të sinqerta ndërton përtek kësaj bote. Në çmë mënyrë mund të kthesh një bekim, që të tjerët mund ta kenë zili në një vegël për të mirën.